Tani le të flasim pak për dashurinë. Pra personat me lidhje shmangëse avoidantly attached, ose le të bëjmë një parantezë të vogël fillimisht. Në rregull, gjatë viteve 70 u krye një hulumtim shumë interesant mbi lloje të ndryshme të dashurisë. Them interesant sepse nga ky zbulim u gjet se ekzistojnë disa lloje të ndryshme të dashurisë. Pra, 6 mënyra të ndryshme se si njerëzit e shohin dhe e shprehin dashurinë te njëri tjetri. Njëra quhet eros. Kjo është ajo dashuria e zjarrt, e tipit o zot sa shumë të dua, më duaj edhe ti, jemi bërë për njëri tjetrin, nuk kam jetë pa ty. Kjo është pikërisht dashuria pasionante që shfaqet shumë edhe në filmat romantik. Pastaj kemi diçka tjetër të quajtur agape. Agape është dashuria flijuese, dashuria sakrifikuese. Kur jam në agape, gjithashtu të dua, por mënyra për ta treguar këtë s'është o më puth fort, më përqafo fort, më duaj fort, por është më shumë me kësaj natyre. Po të desh veshka ime, ta jap. Në filmat romantik zakonisht nuk shohim dikë që bën 2 punë ose punon me 2 turne për të paguar shpenzimet tua mjekësore apo të dhuroj veshken. Ndonjëherë ka edhe filma edhe raste të tilla, por s'është ajo që në përgjithësi romantizojmë si dashuri. Gjithsesi dashuria flijuese agape ekziston. Njerëzit me atashim të sigurt zakonisht i përjetojnë të dyja këto, edhe erosin e zjarrt, edhe sakrificën për tjetrin. E këto janë zakonisht shpesh format më të shëndetshme për ta parë ose për ta shprehur dashurinë. Pastaj kemi një lloj tjetër dashurie. Personat me atashim shmangës shfaqin ludus. Ludus është një dashuri lojcake, nga latinishtja ludus do të thotë loj, playful love, dashuri pas dotime, dashuri e lirë, eksperimentale, e tipit hajde të kënaqemi, të jetojmë momentin pa sakrifica, pa detyrime afatgjata, thjesht argëtim. Një loj pra, dashuri si loj. Pra dashuria si loj mund të fitohet ose të humbet. Është një gëzim i përkohshëm, pa përkushtim, pa sakrificë, që do të thotë marrëdhënia trajtohet si loj, për ta shmangur çdo lloj përfshirje emocionale. Atyre u pëlqen ta luajnë këtë kënaqësinë dhe të kënaqen me bukurinë e jetës pa qenë të kushtëzuar në një dashuri ku duhet të lidhim fijet me njëri tjetrin. Kjo është pikërisht dashuria ludus, dashuria e lirë, e pa angazhuar, ku thelbi është për sa kohë argëtohemi, e kalojmë bukur, e vazhdojmë. Nëse s'ka argëtim, nuk po e kalojmë bukur as unë as ti, s'kemi pse ta vazhdojmë. Madje edhe mund të zhvendoset befas tek dikush tjetër, krejt papritur, duke e lënë partnerin fillestar në baltë. Kjo është pikërisht ajo që kanë personat shmangës. Ka studime shkencore biles që tregojnë lidhje të ngushtë midis stilit shmangës të atashimit dhe llojit ludus të dashurisë. Pastaj kalojmë te njerëzit me atashim anksios, të cilët shfaqin manic love, dashuria manike, maniakale. Kjo është dashuri shumë obsesive, poseduese, të du me gjithë zemër e pasion, mos më lër kurrë, të ikim bashkë për të jetuar në një ishull të braktisur, jetojmë vetëm ne të dy atje, bëjmë fëmijë, bëjmë gjithçka bashkë, unë jam e jotja, ti je imi. Pra nuk është thjesht pasion, por është një përzierje e obsesionit me posesivitetin. Janë edhe disa lloje të tjera dashurie që s'do t'i prekim tani, por është interesante të vëzhgohet se si llojet e ndryshme stilesh atashimi përputhen me mënyrën se si që në lagështësi është përftuar llojet e ndryshme të dashurisë që kanë njerëzit me njëri tjetrin. Si konkluzion, pra, nëse personi është shmangës, nuk do të thotë se ai është i paaft të dashurojë. Thjesht e shikon dashurinë në formën ludus. Kjo është arsyeja pse bashkëjetesa me një person shmangës është zgjidhja ideale për ta. Është i lumtur ose e lumtur sepse e bëjmë këtë nga që kënaqemi bashkë. Dhe po mbaroj argëtimi, e ndërpresim. Asnjë të lash për ty, asnjë të lash për mua, no strings attached, nuk i lidhin fijet, por në momentin që u kërkoni atyre që t'i bëjnë gjërat pak zyrtare, pak serioze, të ndërmarrin hapa konkret, ku nuk është aq e lehtë që të kthesh mbrapsht, atëherë duhet të tregoni shumë të kujdesshëm, sepse shumë mirë, pa e kuptuar, keni aktivizuar fillimin e fundit. Kjo është pra atashimi shmangës, kjo ishte mënyra se si personat me atashim shmangës e shprehin dhe e shohin dashurinë, dhe tani është koha që të hidhemi të shohim më me detaje atashimin anksioz.